duhet që Partia Socialiste të jetë shumë e vetëdijshme që fati e ka dash që të na bjerin ne në kuriz një gur kaq i madh për ta ngjitë në metrat e fundit dhe për ta vendos në maj duke e vullos prezencën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është diçka që kështu e ka sjell rrota historisë dhe ne duhet vetëm të bëjmë atë që na kërkohet. Ta bëjmë këtë gjë realitet. Ne duhet ta kapim trenin e historisë patjetër. Duhet të zgjadhem më shumë me fjalim. Dua që t'ju lë juve mundësinë që të bëni pyetje, të ngrini shqetësime, kështu që kush e do fjalën, bujrëm, kush do çoj dorën e para, sipas dëshirës, për çfarë do qoftë që keni merak. Përshëndetje të gjithëve, quhem Meral Musabelliu dhe un kam dy pyetje. E para lidhet me procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në arenën ndërkombëtare dhe e dyta lidhet me procesin e ndarjes territoriale administrative. Për sa i përket pyetjes së parë, doja t'ju pyesja, nëse forcat ekstremiste në Gjermani dhe në Francë do të fitonin zgjedhjet që do të zhvillohen në vendet e tyre, a ndikon kjo në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Dhe janë të vërteta lajmet që 9 shtete të Bashkimit Evropian kanë vendosur veton kundër procesit të Shqipërisë për t'u antarësuar. Dhe pyetja tjetër ka të bëjë me numrin e deputetëve në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, pra e lidhur me ndarjen territoriale administrative. A mendoni se numri i deputetëve duhet të reduktohet dhe pse mendoni që kjo duhet bërë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Faleminderit. Okej, të falenderoj. Tani, unë besoj që duhet ta shohim këtë çështjen e antarësimit në Bashkimin Evropian nga dy anët. Procesi i antarësimit ka një anë që lidhet me ne. Ka një anë që lidhet me ata. Dhe Bashkimi Evropian është si kjo këtu me 2 kate, me ndryshimin që ata në katë dytë nuk janë në kom, janë ullë, dhe në katë parë është komisioni, është Brukseli, janë 35.000 punonjës atje që merren me të gjitha aspektet e Bashkimit Evropian. Që të gjitha, me të gjitha shtetet, me politikën e përbashkët për bujqësinë, për mjedisin, për edhe një pjesë e tyre, një seksion atje në katë parë, merret me vendet që duan të futen në Bashkimin Evropian, edhe ndjek çdo ditë çfarë bëjmë, si e bëjmë, edhe kjo është e lidhur me detyrat që ata na vënë. Dhe na ndjekin në proces. Dhe sipas atyre gjërave që bëjmë ne, ata çojnë letrën katë dytë, edhe thonë, këta i mbaruan këto detyra që kishin për këtë fazë. Prandaj, ne ju propozojmë, ne ju rekomandojmë që t'ja hapim negociatën. Ata në katë dytë tashti nuk shohin si ata katit parë. Ata në katit parë shohin detyrat. Kati parë si shkollë, kati dytë është si marrën punë. Atje në katë dytë janë 27 shtete, që secili prej tyre duhet thotë dakord ose jo. Një mjafton thotë jo, nuk bëhet. Dhe jo vetëm për ne, por për gjithë vendimet që merr kati dytë, duhet 27 të jenë me imendje. Pse ky proces është shumë i rëndësishëm për ne pavarësisht katit dytë, sepse ndërkohë përmirësojmë Shqipërinë këtu. Të gjitha këto reforma, të gjitha këto procese e bëjnë Shqipërinë shtet. Dhe prandaj janë një ushtrim jashtëzakonisht i dobishëm për ne. Pra, bëhet Shqipëria si vend i Bashkimit Evropian. Tani, a mund të ndodhi që në 2027 politika në Francë të ndryshojë për keq në raport me këtë? Po, mund ndodhi, shumë e mundur.
A mundodhi që në Gjermani të ndodhi njëta gjë? Po mundodhi. Po ndërkohë kemi ne në një rrugë tjetër përveç se ne të bëjmë detyrat tona dhe të përmirësohemi këtu? Se në fundit përfituesit jemi ne këtu. Kështu që ne duhet jemi gati. Kjo është e rëndësishme. Dhe për këtë arsye, kur filluam negociatat, ne i hapëm të gjithë kapitujt në 11 muaj, nuk i ka hap asnjëri në 11 muaj, po i hapëm se ishim përgatit me vite përpara. Dhe ata thoshin pastaj, çudi e madhe, po Shqipëria sa mirë. Po sa mirë për na ka surprizuar Shqipëria, kur ti çfarë prisnim. Kjo e 9 shtete pastaj është Barsalet, komplet. Barsalet që 9 shtete kanë vu veton. E para herë veton e ve njoni. Për ne quhet veto. Tjetra pastaj është vot, s'është veto. Po që 9 nuk është më veto, është vot. Nuk ka fare. Tani cili është procesi tani aktualisht që flasim. Tani komisioni ja ka dhënë raportin, ka thënë këta jam rregull, i kanë bërë gjitha, jemi marrë vesh me këta, i kemi caktu. Tani vinë ata nga kati dytë, çojnë ambasadorët në katë parë. Vinë ata poshtë, ulen me ne dhe me komisionin. Ne dhe komisioni jemi në një anë. Shtetet janë në anën tjetër dhe fillojnë pyetjet. Çohet njëri thotë, mirë, dakord kjo thotë, po çka keni bëju për minoritetet? Për shembull, si do ta zgjidhin këtë punë? Çohet tjetri thotë, po mirë, si ta garantojmë ne që juve nuk do t'ju ndryshojë mendja për këtë punë? Çohet tjetri, edhe është pyetje-përgjigje, janë disa raunde pyetjesh. Sot pash raportin për raundin e fundit që ishte bë, edhe pyetjet fillojnë, janë më pak. Kur s'ka më pyetje, dhe pyetjeve i përgjigjet komisioni, nuk i përgjigjemi ne. Ne na mbron komisioni aty. Mbaron kjo, besoj deri në fund prillit, fillim majit dhe pastaj do dalë rezultati. Pastaj do ndodhi siç ndodhi me bordin e paqes. Ju kujtohet që thoshin nuk ka ftesë. Unë kisha ftesë. Nuk ka ftesë. Doli ftesat nesmen. Pastaj thanë, po kjo që e ka ftesë për shumë, s'e ka vetëm me këtij. Pastaj erdhi ai në Zvicër, unë shkova, isha këtu me vajzën e vet. Jo, shef, nuk shkoj se e ndaluan, se do ta ore jam me gocën, si. Pastaj shkova atje, pastaj thanë, i korruptum ky, i korruptum ai, iku Amerika. Tashi doli Gjermania, më rregull. Erdhi maj, do e ngrenë flamurin gjermon shijak, ne? Dakor? Ngrenë flamurin gjermon aty ke lagje Lugina, e do i themi, hajde i këtu tashi, se Mshijak ka një veto kundër negociatave. Hajde merr me Mshijakun. Çfarë i bësh atyre? Kjo është, nuk ka si veto, s'ka si problem kësaj natyre, është vetëm proces.